është zoti Klodian Braho? Shiko, unë SPAK-un vazhdimisht e kam mbështet, por në të njëjtën kohë vazhdimisht e kam parë dhe të kapur dhe të influencuar. Por jam prind, edhe djali im sikur të ishte SPAK, një këshill do e kisha dhënë kujdes baba. Sepse po lufton kundër dragojit. Edi Rama nuk ka vetëm fuqinë e shtetit, por ka dhe fuqinë e bandave. Edhe SPAK-u, falqofshim mbështetës ndërkombëtare, por i ftoj gjithë intelektualët shqiptar duhet ta mbështesin, gjithë forcat politike duhet ta mbështesin, se Shqipëria është në momentin më kritik që ka qenë gjatë periudhës 35 vjeçare. Nga përmbysja e diktaturës deri më sot nuk ka qenë herë në një moment më të vështirë sa që është sot. Sot qeveria ka dalë haptas fare, është bërë palë me krimin. Edhe ka dalë kundër ligjit. Nëse unë e pash me vëmendje përgjigjen në intervistën e Ramës kur bësh fjalë për heqjen e mandatit, kush e njeh psikologjinë që për mua është fushë që kam studiuar 30 vjet sipër, quhet trupit e Ramës i merresh fryma. I ndaleshin fjalët në bërgoj. Nuk fliste dop, është në siklet, por është bërë palë me krimin, do të kuptoj çdo shqiptar. I bëj thirrje të gjithë socialistët ndershëm, të ngrihen dhe të distancohen nga kjo bandë, nga këto vakabondë politikë që ka lind në gjirin e tyre. Ne, paka shumë, gjithë ka një përgjegjësi partijake, por kur vjen fjala me zgjedh atë dheun apo partinë, unë i pari zgjedh atë dheun. Edhe këtë gjë këshilloj ta bëj çdo intelektual në Shqipëri. Çdo figurë, çdo parti politike. Zoti Dika, në të gjithë praktikën ndërkombëtare, sa ndikon mbështetja e drejtë për drejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në gjithë ritmin dhe vendosmërinë e strukturës së posaçme? Kjo është një pyetje që ka përgjigje me vete zonjë. Nuk po të ketë fjalë mbi 100%, ndikon mbi 100%, se 100% është pak, nuk e thot gjithë atë që duhet të them. Ato, po të kesh Amerikën me vete, s'ke nevojë të kesh më asnjë tjetër. Asnjë tjetër. Edhe shtetet fuqishme evropiane që kanë potencial ushtarak, potencial ekonomik e potencial influence, heshtin para Amerikës. Sot, më shumë se kurrë, Amerika ka vendosur të sulmojë qeveritë e korruptuara. Sepse derisa keqja është në shtëpinë e dikujt, nuk të prish punë. Kur del nga dera dhe hapet dhe në lagje, e ngërën zërën gjithë lagja. Këtu ka ardhur puna e bandave në Shqipëri. Po i prishin punë Evropës, po i prishin punë Amerikës, edhe përgjimet shoqërzotit janë dorën e tyre, nuk janë vetëm dorën e qeverisë Rama. Bile unë kam edhe momentin, do të shpreh një shqetësimin tem. Po, patjetër. Si është mundur, janë mijëra rroga të shërbimit informativ kombëtar që merren nga taksapaguesit shqiptar. Janë mijëra rroga nga kontrolli i shtetit. Pse ne do t'i marrim zburimet gjithmonë nga çfarë thot Arben Ahmeti apo çfarë thon shërbimet inteligjente partnerë europiane? Çfarë bëjmë këto zëre që paguhen me fondet e shqiptare për të kap korrupsionin? Tu nesër qeveria teknike që do jetë ka shumë punë për të bërë. Ka shumë miliarda lekë për të mbledhur e për të kthyer këtë xhepi qytetarëve. Se po si morëm lekët kemi bëj gjysmën e punës me këto që arrestojmë. Hoteli punon Durrës, 4 drejtorë rrin në burg, i paguaj populli. Kurse lekët hotelit i marrin ato që janë në burg. Qartë. Qartë, Dika, nga ana tjetër, i gjithë ky lloj mesazhi diplomatik që ka ardhur nga ana e SBA-s, pra pikërisht në takimin me drejtuesin e SPAK dhe atë të BKH-s, çfarë pasojë politike mund të ketë për qeverinë finalizimin e këtyre dosjeve të cilat janë tashmë në hetim, siç është dosja e Akshit, dosja e zonjës Balluku, por sidomos në një moment krize, siç është tashmë situata e përmbytjeve? Shiko, këtë situatë kaotike këtu e solli toleranca e ligjit, që ka një mirë arsye për t'i shpjeguar, por ligji që është shumë tolerant dhe e keq u rrit. Vetëm ligje do jetë ajo prap që do ta shkulit keqen nga kjo shoqëri, asgjë tjetër. Unë jam partizan i ligjës, partizan i veprimeve të ekuilibruara, nuk mbështes asnjë lloj revolte për gjakderdhje, jam njëri paqësor. Të mbështesim ligjin dhe kemi bërë detyrën gjithë si qytetarë. SPAK-ut duhet dhënë vëmendje dhe mbështetje e duhur që meriton. Vetëm me ligj bëhen gjërat e duhura dhe nuk gabohet.
Qartë, mirë, zoti Dika, pyetja e fundit për ta mbyllur tashmë, duke pasur parasysh se zonja Balluku është një nga figurat më të rëndësishme dhe më të fuqishme të qeverisë Rama. A jemi tashmë përballë një faze ku drejtësia po sfidon realisht të gjithë hierarkinë politike? Padyshim që jemi në fazën më finale ku gjarbit po i putët koka. Se gjymtyrët janë gjithë brenda. Populli ka shprehur bukur Ali Baba me 40 hajdut, gati të 40 hajdutët janë mrena, ka një Ali Baba për jashtë. Edhe nuk është rastësore që Rama i lëshoi gjithë këtë, nuk e lëshon. Qartë. Nuk e lëshon sepse e di që me Ballukun ka të lidhur gjithë fijet në të cilën ka realizuar gjithë metastazet e korrupsionit. Thotë Ra Balluku është domun. Kjo është arsye që nuk e lëshon, por nuk ka ka shkoj grepen e ka ngoj, nuk ka ka shkoj lëvizje si det, Filisporin e ka drejtësia në dorë tash. Si e shihni ju, zoti Dika, cili është përfundimi i gjithë këtyre hetimeve? Përfundimi i gjithë këtyre hetimeve është ajo që zbatohet në çdo vend të botës. Kush gabon, paguhet dhe ndeshkohet ka ligji. Dhe këto zyrtarët tonë që deri tash i kanë lidhur dhe isur, vjen një moment që është mu shkupa, nuk marrë mas një pikë, edhe dëshkojnë aty ku parashikon ligja. E qartë, mirë, zoti Dika. Ardhmë në Shqipërisë është vetëm një qeveri tranzitore, qeveri teknike, le ta quajmë si duam, po që të jenë njerëzit minimumit ke 20 vjet mos kenë pas zyrë dhe pushtet në Shqipëri. Vetëm këto njerëz garantojnë një anshmëri për të vendosur një lloj stabiliteti, për të kthyer paratë shqiptare që janë në qef, kush me formë gradishelesh, kush me formë hotelesh, kush me formë resortesh nëpër Bregdet. Të gjithë këto lekë, kjo qeveri teknike ka detyrë nëpërmjet drejtësisë t'i mbledhë dhe t'i kthejë në xhepin e pensionistëve shqiptar, në xhepin e familjarëve shqiptar që nuk hapin fundin e muajit. Pastaj të përgatisi klimë të favorshme për të zhvilluar zgjedhje të lira dhe të ndershme, pastaj është sovrani që do vendosi kush do jetë. Hasoni apo Hyseni. Nuk janë tifozërit politike. Sa më larg tifozërive, sa më larg militantizmit, aq më të pagabushëm do jemi në gjykimin e votës. E qartë, mirë, zoti Dika, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Shumë faleminderit edhe ju për arsyeën mediatike që më dhatë. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të këtij emisioni. Ditën e sotme u ndalëm te 4 tema të rëndësishme. Nisëm me Rusinë, e cila sulmoi Ukrainën me një raketë hipersonike oreshnik gjatë natës së të enjtes, një përdorim i rrallë i një prej armëve të saj për asnjë dimë më të përparuara gjatë sulmit të fundit që synonte këtu pra vendin mes temperaturave shumë të ulta. U ndalëm tek presidenti i SBA-s Donald Trump, i cili ka deklaruar se pushteti i tij është i kufizuar vetëm nga morali i tij, duke lënë më një anë të gjithë ligjin ndërkombëtar dhe kufizime të tjera në aftësinë e tij për të përdorur forcën ushtarake dhe për të goditur këtu ose pushtuar dhe detyruar shtetet të ndjekin urdhrat e tij në të gjithë botën. U ndalëm më pas tek situata kaotike e cila është në zonën e Durrësit tashmë dhe jo vetëm dhe në zonat përreth saj, por edhe në shtete të tjera nga përmbytjet e shumta të cilat kanë lënë pas edhe pasoja shumë serioze. U ndalëm gjithashtu tek Belinda Balluku, e cila ditën që e pandehura zonja Balluku doli në terren për përmbytjet e ngarkuara me punë e SBA-s në Tiranë. Nancy Van Horn ka zhvilluar një takim me kreun e SPAK zotin Klodian Braho dhe kreun e BKH-s Joni Keta. Me siguri, ashtu si tham, jo rastësisht, por për të përcuar dhe mesazhin se goditja ndaj saj përmes dosjeve që janë hapur duhet tashmë të finalizohet. Me kaq po mbyllim ditën e sotme, bashkë jemi sërish ditën e hënë.